Përshëndetje për gjithë ndjekësit e Radio Kosovës. Jeni me mua Ylka Asimen në epizodin e radhës në podcast. Këtë epizod, mysafire, kemi një vajzë shumë të bukur, dashur, për mbi të gjitha shumë të mençur. E këtë do ta dëshmoni në minutat në vijim. Por edhe e kemi një mysafire tjetër, e cila është po ashtu për herë të parë të ne, edhe që është shumë kurioze, sepse po i ndjen aromat e qenozhve dhe macave të tjera. Edhe është shumë energjike, apo jo? Atëherë, me ne në studio, Dua Pasha. Përshëndetje, Dua. Përshëndetje. Faleminderit, Dua, që ke gjetë kohë me ardhë, se e dim që te jetash në shkollë, edhe gjithashtu kujdesesh edhe për macet tua, apo jo? Po, unë kujdesna shumë për macet, jashtë dhe brenda që i këm. Do më thonë keni edhe jashtë edhe mrenda mace, apo? Keme mi tregu këtë detaje që tash. Atër, Dua, pse duhet mi trajtu kafshët me dashuri? Sepse edhe ato janë qenje të gjalla dhe duhen mi trajtu me respekt dhe dashuri. Më lërë pa fjallë. Se prita një përgjigje kaq të mirë prej teje. Bravo, Dua. Atëherë, Dua, a mendon që kafshët kanë ndjenja si kur ne edhe ndjejnë edhe dhimbt, edhe kur lëndohen, ndihen shumë keq? Po, normal, edhe ato janë qenje të gjalla që ndjejnë lëndime, ne njerëzit që ja abuzojmë edhe ato, dhe ata ndjejnë lëndime, ndjejnë gëzime, dashurin, dhe ndjejnë dashurin për njerëzve që ja japin njerëzve atëve. Normal, sikur na, apo jo? Po, sikur ne. Do më thonë edhe ato qyshit ciket e janë qenje gjalla, që ndjejnë gëzim, ndjejnë lumturi, po gjithashtu edhe kër lëndohen e ndjejnë dhimbtën në mënyrën e tyne, apo jo? Po. Pesheni lullën shumë është e dhonën pas shpërblimeve. Se dia gabova që i mora ajo. Lullën, nalu mo. Okej. Dua, qka duhet me bo na, si njerës, kur shohem një kafsh në rrugë? Një kafsh braktisë, nëse një kafsh në nevojë. Okej, ne na vyn me bo, me ja ofru ushqim, dhe dashuri. Pastaj me ja jap strehim, por jo gjithmonë mund të japim strehim kafshëve. Këtë duhet me bashkëpunu shteti, për me ja bërë një shtëpi të mirë për ata mundi sigurt. E ke thonë ma mirë se gjithë kush deri tash. Po pse është e rëndësishme me ju dhonë ushqim edhe ujë kafshëve? Sepse edhe ne, edhe gjithkujnë na vyn ushqim, edhe bimve, edhe shpezëve, edhe kafshëve, edhe njërët i vyn dhe ushqim. Pra, na po vim në një pikë që kafshët, po ashtu sikur njerëzit, si që cekëm, kanë ndjenja, ndjenjë dashuri, dhimbje, uri, etje, apo jo? Po. Ta shartete. Qa mësojmë ne prej kafshëve, Dua? Ne mësojmë shoqërin, dashurin dhe besnikrin që kafshëvet na japin atë. Dashurin kafshëva na jap. Okej. Si mundemi me ndihmu kafshët pa shtëpi? Në këtë rast macet edhe qentë pa shtëpi pastre. Mund me ndihmu me ja jap një strehim dhe për me ja bë një shtëpi të mirë, por do një hera mi që edhe në strehimorët. Okej. A duhet fëmijët me u mësu mu kujdes për kafshët, si që je te e kujdesshme? Po, kjo është një edukat prej familjes, mas pate, dhe prej shkollës që mësojnë të mos i abuzojnë kafshët dhe sigurisht që duhet mi trajtu kafshët mirë dhe për mos t'i lëndojnë. Feks. Qa ndjen ti kur të përqafën një kafshë, një macë ose një qenë? O, sa mirë ndjena, si aja më ka
si jam në duart e nënës, që ndjena e sigurt ku jam me kafshë. Dua, sa e mirë je. Edhe unë të njëjtën ndjenje kur një kafshë më përqafën, do më thonë ti dush më ndje shumë mirë pse ti je e zgjedhëna e saj ose e ti. Prej krejt njerëzve në botë ajo të zgjedh ty më t'jep dashuri. Po se të beson në ty. Bashkë që është si Lulu, po Lulu së s'ka zgjedh më në jep diçka dashuri. Ko ka dhonën ma shumë mas aktiviteteve të sajna, as di shka po bën që është Lulu, hajde që të, hapë që të, hajde. S'pë dënë, po do me këshu punën e vetë. Qa ki, Lulu? Si bylbyl po banë, si zak. Dua, pse nuk duhet mi braktis kafshët njerëz cilët i mbajnë në shtëpi, i mësojnë me ambient shtëpis, ma ndë i braktisin, pse nuk duhet mi braktis, a më të shtimë nga të regu? Sepse ata kanë besu ty me gjithë shpirtin dhe ti jetu ja hedh besimin, jetu i lënë me një ambient që ata nuk janë mësua me atë ambient. Njëjtën mendoj edhe në me ty, sepse të na ka shumë njerëz cilët nuk kanë përgjegjësi fare, edhe i mbajnë qend, i mësojnë me ushqim, i mësojnë me ujë të gatshëm edhe mandej ja falin rrugës. Ai qen ose ajo mace kur nuk mundet mundi mirë ose nuk mundet me mbjetu në rrugë. Po. Kjo është për një me përkeqardhje. Dua përmes kanalit tënd në YouTube kom arrit me ranë kontakt me prindët e tu. Atëra më ndësh më nga të regu dua ma shumë sa i përket kanalit tënd. Qëfar mesazhe ti përqen atë kanal? Okej, unë e kom shumë që postoj, nuk e postoj me tema, unë e postoj qa du. Kom YouTube channel edhe unë bëj për libra, bëj edhe anglisht edhe shqip. Mose shqipsion që jonë të më përpalirizu, edhe anglisht, po në basë kohë përpalirizohet. Bëj për libra, për që ka me deshme dhe më thonë të qënë për qënë shumë mesazhe edukative të moshatarët e tua, apo jo? Po. A më të shme nga të regu pak ma shumë? Po, unë e bëj edhe për kafë, e kam një stop abuzimit, që thëm edhe për kafë, edhe për njere të mos e abuzojmë, se është keq mi abuzu të gjithve, se edhe njëre nuk duhet me abuzu asë kafshën, sepse i lëndon. Më ka pëlqy edhe shumë një mesazh shumë i mirë, një ndër to ka qenë edhe stop bullizimit në shkolla, apo jo? Po. Se edhe në shkollë, ata mëndojnë që përima jonë ashtë edhe mshelre, ndërkohë mshelre, edhe të veç jak i bo keq që asojna një rëut. A që ti? Dua ti e një shpirt i vërtet edhe për një me, unë jam me fat, që kom ra në kontakt me ty për me të pas në podcast. Edhe falimderit që më kithir, se une shumë për më pëlqen kjo podcast. Unë nështë shpresoj që ta shëtutje, fëmijët prej mesazheve tua kanë mu vetisu edhe nështë kemi me pas edhe ma shumë fëmijë mesafer cilët kanë me shpërndo eksperjenca atyne me kafshë, si kur ti që e ke bosat. Qka mundet me bo si cili prej neve dua për mi mbrojt kafshët? Mi qitë me një stërhim të mirë, të sigur dhe të mos braktisem atë dhe të japem ushqim, oj dhe shumë gjëra tjera që ata djenë të sigurt dhe të mirë në pranin tonë. Pranin. Lëllë, po t'jap dashuri koma s'kohe? E mundë dhe? Qka? Hajde qëtë, hajde të marëm pak qëtë, brava. Atëherë dua, na jepëm, në fakti jepë shumë mesazhe të mira për dëgjuesit edhe shikuesit tonë. Po, a mund të shmë nga të regu pak ma shumë për macit edhe për
Po, macet këtile që I keni ju në shtëpe. Po, ato janë shumë briljante. Ato më së parte janë tutër, janë fiksuar, por unë mbas kohë japra ushqim dhe pastaj ato ju mësua me mua. E kanë fitu besimin tënë, apo? U ko një matë që ke, aja u ko më mira matë, po të gjithi thëshin që e ka zhugën për ngjyrës së saj. Po na nuk e besojshim dhe ja japshim ushqim edhe një dit aja e ka lind një matë shumë briljante që hala e kena, Zoja, edhe aja Vish pak, që që ka emrin? Zoja. Sa emri veçantë? Se Zoj me lojnë. Me siguri e ka që ashtë edhe qëndrimin si Zoj. Edhe aja o rrit që ke ka cofër, aja nuk ka cofë në ëbër, ka ikur dika për me cofër, për ne mës me dit që aja. Ne kemi patë edhe qenë në ëbër, një qenë lisa, aja nuk isën më I ke macët, I kishte patë macët si shoqe dhe ja japke ushqimin e vetë. Qeni macës? Sa interesant. Po ti para se me ju në emision e bisedum qysh edhe në Turqi, I keni pa macet me qenë të nejt, apo jo? Po, macën në Turqi nuk friksuen se të gjithja jepen dashurin asajna. Po, këtu të ne nuk jepen dashuri dhe ato friksohen. Jo të gjitha janë disa që tu friksuen, disa që nuk friksohen. Po shumica po. Shumica po. Se e ka ndjenjë abuzimin dhe dhimbjen. Edhe tash si shpërblim që gjithmonë dhe dashuria e ty në është këthy në abuzim dhe dhimbje, ato janë tërhek, apo jo, edhe nuk dojnë me pas kontakt me njerëzve. Po, se njerëzit I duken si... Kërcnem. Po. Kjo është shumë edhe mshme, apo jo? Po, shumë edhe mshme. Ko I pa qenë që u lëndu, mu vjen shumë në dhimbje e madhe në bark. O, dua, të njëjtën dhimbje një edhëne, kur shë qenë të lënduar, kur shë qenë që friksohen prej njerëzve, unë e di që ata kam përjetu shumë dhimbje edhe shumë frik prej tyne, për që ata edhe nuk të afrohen. Po, ata nuk ju lëndua vetë u vra, po lëndu, disa ju vra, po disa ju njerëzve që I gjujnë me gur. Sepse friksohen, po në realitet qeni friksohet prej njerëzit, jo njëreu prej qenit, qenin prej njerëzit. Dua, unë kisha dasht shumë, kisha uru që se cili fëmi me qenë si ti, ka që mirë, ka që menqëm, edhe ka që me edukat të mirë, që gjdo fjale jotja përqën të publiku jo një mesazh shumë do me thënës. Po, e kam edhe një mesazh, nëse ne abuzojmë kafshën, ne abuzojmë botën, se me botë ne në vërin kafshët. Po pa tjetër, se njeriu e ka zbut qenin, pastaj njeriu është të shkun në të këndërtën, po e gërsan, apo jo? Po nëse ne abuzojmë kafshët, ne abuzojmë edhe botën gjithashtot. Dua, unë kisha pas shumë dëshirë që na me pas shumë minuta që ti me të regu edhe me eduku gjithë moshatarët e tu se qysh duhet me usil edhe qysh duhet me qenë kaq human ndaj kafshëve. Po, sigurisht më mi të regu. Ne nuk vyn me abuzu kafshët, sepse qëte veten në atë pozit. Dikush po të abuzon. Andi është mirë të kër dikush abuzon, lëndon. Jo, ndi është jo mirë. Po mos I bë dikujna keq që ty nuk të pëlqen me bo. Kjo ishte mesazhi më I bukur që na e kemi pas ndonjëherë në studio. Dua faleminderit shumë shpirt për këto minuta kaq të vlefshëm edhe për këto mesazhe që ti I përcjelle të publikut jon. Shumë jam mirë që kam ardhur në këtë podcast. Unë shumë dëshirë me u konë në televizion, e pasha nënën dhe thësha, unë kam u qenë se ajo një ditë, briljante, dhe baban e pasha në televizion, dhe
tash jam në televizja bashkë me ta. Po ti je ma e mira mbi gjithë ne. Këto mos e harro. Faleminderit Dua, faleminderit gjithëve që na ndoqët në këta minuta shumë të lezetshëm që na i përqum të jo. Ndërsa Lulus po don me marr pjesë diçka.